Por të pyes për Albin Rameta, i ke pasur shef kabineti? Po, e kam pasur. Çfarë mendimi ke për të? Sepse ai thotë unë e bëra reformën financiare, unë e kam bërë ligjin për programat. Jo, s'ka bërë asgjë ai sepse politik bërësit janë ministrat. Në qoftë se vizioni im nuk ishte për reformat, nuk mund të ndryshonte ai. Pastaj unë certifikatat e asaj që kam bërë mirë për vendin tim kam të shkruar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe gjithë donatorët. Shefi i kabinetit është një ndërmjetës për të menaxhuar ekipin, po jo për të bërë reformat. Pa letrat për të kaluar. Plus që kishte edhe pengesa arsimin bazë, se kur të mungon njohuri të bazë, është si punë e themeleve, nuk ngre dot shtëpi me shumë kate kur themelet janë të dobta. Unë nuk e gëzoj atë që ai ka. Kemi folur para një mueca. Më nisi një sëmësoj, marrëvënie, okej. Tha dua të falenderoj, tha çfarë kam bërë unë, se ai vajte më shkarkoj nga bordi i Bankës Shqipërisë. Pra morëm bodën, që ishte ministër ku digje Shqipëria, Edi Rama, nuk e mori për aftësi profesionale, e mori për të dobësuar Partinë Demokratike në Korç dhe për të krijuar premisa pozitive për një biznesmen që të kishte përfaqësues në Borë Shqipërisë. Nuk janë kështu si shet Rama. Dhe kur ai u ankua njerë që unë rrezikoj të vritem dhe familja ime ka rrezik, unë dash një deklarim që do të jetë turshme për vendin tim, që të ndodhë qoftë një krim ndaj atij, i zonës kryeministrit të Shqipërisë, jashtë Shqipërisë dhe ndaj familjes së tij. E kishte lexuar dhe më falenderoi. I thash nuk ka nevojë, po jo po kështu, nuk dua ty në muhabete. Është qartë. Por kishte vullnet, po ka rënë viktimë instiktive të tij. Dhe atë që thot ai në raport me Ramën nuk është dinjitoze vetëm për një fakt. E përmend shpesh Eleonora Roosevelt thot, asnjëri nuk mund të trajtohet i pa respektuar nëse nuk e pranon vetë. Sepse ai nëse ka pas kaq shumë shqetësime, minimalisht do të jepte çelësat. Jam shumë dakord. Megjithatë është sigur ka kundërshtuar. Unë kam marrë pjesë në disa mbledhje qeverie dhe asnjëri s'kishte guxim ta kundërshtonte Ramën. Po të them edhe për Ramën gjë. Në 2017 më ka dërguar një miku të përbashkët dhe tha Rama do që të shkosh në qeveri. I thash unë më shumë pëlqej Bankën e Shqipërisë. Jo thjesht guvernator, po sigurisht kur je ministri finance të shërbesh edhe në politikat monetare duke bashkuar njohuritë është gjë e mirë. Më tha po ishte nano, më tha po lidhuni një herë me njëri tjetrin tha. I thash nuk kam problem. Po ai do të mbaj edhe Benameta tha. Ta mbaj thash. O lavi poshtë në po bën çaka tha, po ma bën shumë të lehtë. Nuk kam asnjë rezervë thash, po kam vetëm një gjë që dhe ti ma vërteton. Që sa herë që një ministër, se më thoshin kolegët, nuk kemi kaq misim me njëri tjetrin, sa herë që dikush kundërshtonte Ramën, me njëherë në mënyrë kështu të pickueshme, reagonte dhe u hidhej me kundër argument Ahmetaj. Dhe i thash ka dy gjëra. Nëse unë jam qeveria, s'do ta bëj dot. Nëse ai bën, unë do ta kundërshtoj. Okej, më tha, mua ma lehtësoi. Vajti pasaj, kur doli qeveria unë s'isha dhe nano tregu korrekt, tha, kaq dëgjoja, i thash ishte oferta jote. Pra, edhe në këtë rast, ishte Rama që përzgjodhi midis të dyve. Kështu që edhe ai e ka dashuruar atë. Po kam idenë që Ahmetaj nuk ishte ai që kërkon të shitej një ministër i suksesshëm, reformator. Jo, i kishte krijoi idenë sigurisht pra, idenë e krijoi, por ja. Shiko, nuk bën dot reforma pa krijuar një frym të mirë në ekip. Unë kam qenë ministër financa në 97-ën dhe kam vuajtur shumë. Kur unë bëra kryetari grupi parlamentar, kjo e marrën direkte, arritëm respektin për një tjetrin, kur unë bëra ministër ekonomie dhe finance, qeverisja për mua ishte shumë e lehtë. Megjithatë Rama i ka çuar 3 herë në fitore socialistët dhe pa ja bërë syri tërë se ç'ndodh nga kampi tjetër. Dhe me ka gjasa që t'i jap fitoren e 4. Do të thënë, është më duket si dhe fitimtarët nuk gjykohen. Fitimtarët nuk gjykohen, por varet se si e përdorin pushtetin, nuk gjykohen për fitoren, po gjykohen për qeverisjen. Këtu bjen dakord. Një, e dyta, nuk e di, po më duket është presidenti amerikan George Washington që i bën një letër djalit të tij, i dashur biri im, ka fitore të turshme dhe ka humbje të lavdishme. Prandaj, unë prapë e theksoj dhe këtu, ta marrë si të doj Rama, kur në shpirtin tim nuk ka asgjë të keqe për asnjë, Rama ka një mundësi, dhe po e them për herë të parë të emision juaj, të fitoj, të hënën në mëngjesi që Brinano t'i jap dorëheqjen nga kryetari i Partisë Socialiste, t'i jap rrugën asaj, se i ka zënë frymën,
dhe brenda një viti që këta nuk e bëjnë, por ndoshta edhe më njëherë t'ja bedore që ne si kryeministër dhe ka figura plot Shqipëria, se kemi rënë atë idenë, kush do ta bëj pas Ramës. Jo, s'është problem kush do ta bëj pas Ramës, po kush është përballë Ramës. Jo, ai e merr fitoren. Tani është PS-ja që menaxhon atë dhe ai ka një exit strategji. Rama nuk ka exit strategji. Nëse nuk ka exit strategji, pasi se premton, kryetariashën do jetë femër, do jetë kështu, vajti tha që nuk dua në listë fare dhe pastaj u vëj pari. Pra, Rama është në dilemat e tij. Historia ka treguar që pushteti absolut korrupton në mënyrë absolute. Historia ka treguar që ata që kanë ndëtur deri në fund me këmbgulje, kanë ikur në mënyrë jo. Rama ka një problem të madh. Nuk është vetëm problemi i Ramës. Ka problemin edhe kush është përballë. Do të thënë, një pjesë e mirë e shoqërisë është ngrirë te Rama sepse mendon nëse ikën Rama, dhe kjo është ndoshta edhe defekt i mungesës demokracisë në PS. Nëse ikën Rama vjen Berisha, është Berisha. Jo, ne po flasim për pas zgjedhjeve. U bën zgjedhjet. Fitoi PS-ja, nuk po them përpara. Jo, nuk dua të cënoj sadopak mundësinë përfitore të PS-s. Pas zgjedhjeve çfarë ndodh? Kongresi i jashtëzakonshëm i Partisë Socialiste, me njëjë për gjithë, kontrollohet qeveria, a lë të parën PS-n, a lë të parën kryeministrit, por në një exit strategji është vonë të mendoj për të lënë të dyja njerëshi. Në qartë. Kjo është këshilla ta lexoj si të dojë Rama. E kuptoj. Si e gjykon arrestimin e Veliajt? Shiko tani, ka shumë të arrestuar, edhe sinqerisht është një qëndrim që ka mbatur që në 2006 kur u arrestua Liza Hoxha, ish drejtoresh e postës, edhe deputet e PS-s. Unë nuk ndëri dot në kompetencat e SPAK-ut, sepse janë shumë profesionale. Por unë them, kultura jonë politike dhe juridike duhet të ndryshojë. Pra, përderisa për aq kohë sa ata prezumohen të pafajshëm, masat duhet jenë sa më lehtësuese. Masat. Për rastë që gjykon SPAK që kështu dhe vetëm kështu nuk ndërhy. Nuk gëzoj për asnjë që ka arritur në këtë pikë. Por, po ti mbledhësh të gjithë bashkë dhe ti shkosh në dinamik, në rrugtimin e tyre, kanë jo pa gabime. A arrin ato deri në një krim penal? Nuk e them dot. Nuk e marr dot në përgjithësi. Kam pasur debate me Veliajin, po. Po nuk e kam mbajtur natë. Ne kemi vendosur marrëdhënie kur u bën zgjedhjet në Partinë Socialiste. Më kërkoi stafit i Partisë Socialiste të një zone ku unë jam antar të votoja, vajta votova. Pas asaj mora një SMS nga Veliaj, të falenderoj. Unë tash kam detyrime me PS-n, një dhe dyta mësimin e historisë është që koha gjykatësi më i mirë dhe dy koha i shëron gjitha plagët. Dhe ishim në kontakt dhe nuk ja dëshiroj. As ati, as asnjërit. Ka shumë njerëz që më thonë që ti bën shumë gabim që nuk ja... Unë nuk po i ndjet pafajshëm ata. Unë nuk po them që ata janë pafajshëm. Unë nuk po i mbori si pafajshëm. Unë nuk po akuzoj SPAK-un se i ka arrestuar. Unë them të bëjmë metodën siç është në Itali. Andreotti shkoi 20 vjet apo jo? Po. Berlusconi po. Në shumë vende europiane. Unë kam parë modelin amerikan nga që më ka lidhur pas 2005 që mbarova të leadership atje, më ka lidhur historia. Kam parë një gjyq të një senatori, qanten sa në gjyqit, kishte bërë një marrëveshje për tregti armësh dhe ishte kapërfajtor. Dhe vendimi i gjyqit e ditë ç'ishte ishte. Në filan datë, në filan orë, do vesh paraqitet, ase arrestonin aty, ase do vesh paraqitesh ai burr. Dhe ai burr i vjetër, 90 vjeç, dhe ti mund ta kishte, nuk e di sa e kishte tani. E qau e tha të lutem, mund të më shish 3 ditë që të vetë takoj të afshmit e mi tha pas se shkoj në burg. Po i tha, pra duhet të ketë një. E dyta, unë kam qenë ministër finanse. E disa rëndi ku shtojnë ato taksa pagues dhe shqiptar, këto arrestime të mbajtur në pa u shpallur realisht. Jo vetëm kjo, po unë mendoj që po dhe zbut politikën. Edhe kjo mënyrë e ndërprerjes së një karriere është shumë agresive. Nuk diskutohet. Sepse imagjino në këtë moment Erion Velia, domethënë është një njeri i cili praktikisht vetëm një çudi mundos siç i ndodhi Lulës në Brazil që ishte president e dënuar për korrupsion, bëri burg, doli zgjodh pra president, ndoshta mund ta ketë atë stofë që por mendoj që në një farë mënyrë këtyre njerëzve kur ti i fut në burg ja u ke djegur karrierën politike. Dhe jo për rastin Velia, por në çdo rast edhe Biafras. Duhet treguar i kujdesshëm. Shiko, ne duhet ta zbusim ambientin politik shqiptar. Është shumë i acaruar, është shumë acid. Beli, një pyetje të fundit. Ekonominë shqiptare, performancën si e shikon?
Është në Dhe përmirësim. çfarë duhet të korrigjuar? Është në përmirësim. Ka një fat që ne themi te teoria matematik, teoria e dy polizëve në limit në ato. Nëse ti në dy krahët ke dy polizi do shkosh ku çojnë ata. Tani ne kemi një bashkim evropian dhe një NATO, fatmirësisht. Ka nevojë për struktura, për reforma strukturore për sektorët që kanë produktivitet të lartë. Në luftën është ekonomia e dijes, është industria, janë shumë sektorë. Në fushën e bujqësisë jemi më keq se sa çdo vend tjetër dhe nuk ka një strategji të saktë, nuk ka instrumente të saktë dhe është e dhimbshme, unë nuk gjej fajtor asnjëherë sepse nuk marr atributet e një pushteti tjetër. Por unë di që autoritetet e Bashkimit Evropian kanë bllokuar 33 milion euro dhe kërkojnë që t'ia kthesh pas, që nuk është e drejtë për mua, po t'isha dhe e dyta, kanë shtyri padi që ka 112.000 milion euro. Pra, tani, qofse qeveria bën propagandën që ne po rrisim mbështetjen e bujqësisë me parat buxhetore, po ne s'duhet të humbasim këto se bujqësia jon ka nevojë për skem sigurimi, ka nevojë për cikël të plot, ka nevojë për trajnime, ka nevojë për ekspertizë për tregjet, për gjithçka. Dhe pra, sektorët që ulin varfërinë, sepse kjo është një, dhe sektorët që e çojnë më lart ekonominë, duke krijuar bazë të qëndrueshme, edhe për rritjen ekonomike dhe për stabilitetin financiar. Qeveria e majtë duhet të kenë thelb kohezion social, të gjitha politikat e saj. Pavarësisht nga efektet në sektorët e ndryshëm real të ekonomisë, në fund duhet të testohen me atë. Zoti Muhalaj, unë ju falenderoj për sinqeritetin dhe për bisedën. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, natën e mirë.